Jam I sigurt se ky Ramazan, ky agjërim, ky adhurim, këto vepra të mira, dëshira dhe përpjekja për t'u largu nga e keqja dhe nga rruga e shejtanit kanë lënë gjurmë të thella dhe gjurmë të forta në shpirtin e gjithë secilit prej nesh. Mbase të gjithë jo. Po një pjesë e besimtarëve janë munduar që ta abandonojnë përfundimisht keqen dhe agjërimi I tyre u kthye nga një agjërim ushqimi në një agjërimin e shpirtit, të zemrës dhe të gjithë gjymtyrës dhe të qenjes të tij, duke arritur gradën e engjëve të Allahut xhaleshanu. Por edhe ata që nuk e arritën dot këtë gradë, s'ka dyshim se janë bërë më të mirë, kanë përmirësuar shumë nga vetja e tyre, duke fituar terren nga e mira që neve në Allah edhe na mundsoi Allahu xhaleshanu në këtë muaj të begat, dhe favorit me mëshirën e Zotit që ishte prezent më shumë se kurdoherë. Armiku I tyre ka qenë I burgosur dhe I prangosur, e kanë fituar pra kështu terren tek e mira, duke ngjit gradat edhe pozitat tek Allahu xhaleshanu.